informata për ata sfida dhe po mundohem që mos më hup domethënë racat tona vendore që i kemi, sepse kemi shumë kuaj të mirë. Është e mirë që gjitha racat e kuajve të dalluar gjenden të ne në Kosovë. Po Hadith Miftari, edhe kemi si hobi kuajt. Këta janë kuaj arab, quajnë edhe kuaj original arab. Zakonisht do të thotë tek ne vijnë prej shteteve evropiane, si për Italisë, Gjermanisë dhe vende të tjera. Kjo është një prej atyre kuajve, domethënë që tashmë i kultivojnë edhe në Kosovë. Kjo të bëjmë që dikon 60 vite. Po nëse i përkushtohemi disa veta aty, domethënë në ditë 1 orë, 2 orë domethënë aty në mjafton. Tash ne jemi pjesëmarrës për herë të parë, për ndryshe për më shumë mund të jemi pyet edhe organizatorët e fshatit Dresan. Si domethënë këtu marrin disa herë aty që me vite të tëra, por ne jemi pjesëmarrës domethënë për herë të parë. Edhe i përshëndesim gjithë ata organizatorët që na kanë ftuar domethënë këtë pjesëmarrje edhe në këtë organizatë, domethënë këtë organizim madhështor. Kemi dhe raca vendore, kuajve vendor. Informata për ata sfida dhe po mundohem që mos më hup domethënë racat tona vendore që i kemi, sepse kemi shumë kuaj të mirë. Edhe kemi shumë kuaj të mirë që edhe gjatë historisë tonë domethënë janë përdor këta kuaj. Është e mirë që gjitha racat e kuajve të dalluar gjenden të ne në Kosovë. Presim diçka domethënë që në të ardhmen të ketë diçka domethënë ndonjë subvencion domethënë për këta kultivues të kuajve dhe të racave të ndryshme që janë.